Pas tragjedisë me 59 viktima, bastiset komune e Koçanit para burgim për të 16 të dyshuarit. Arrin mbi 170 numri të hospitalizuarve nga zjarri në Koçan, 70 pacient po kurohen jashtë vendit. Presidenti Serb Vučić shfrytëzoi të djekurit nga Maqedonia e Veriut për t'u lavdëruar Bullgaria e gatshme të pranojë edhe pacientë të tjerë. Izraeli shkeli armë pushimin në sulmet ajrore në Gaza, vriten mbi 400 palestinesë, shumica gra dhe fëmijë. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Autoritetet e sigurisë kanë nisur bastistjet e arrestimet 2 ditë pas tragjedisë në Koçani. Në ndërtesën e komunës së Koçanit janë marrë dokumentacionet e nevojshme në lidhje me kompetencat e administratës komunale për lejet dhe funksionimin e disko klubit Puls, ndërsa Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski ka shkarkuar drejtuesit e policisë në Koçani dhe Shtip. 2 ditë pas tragjedisë së madhe në Koçan kanë filluar bastistje, arrestime dhe shkarkime. Në ndërtesën e komunës së Koçanit gjatë ditës kanë hyrë përfaqësues nga institucionet përkatëse, të cilët duhet të marrin dokumentacionin e nevojshëm në lidhje me kompetencat e administratës komunale për lejet dhe funksionimin e disko klubit Puls. Ndërkaq, Ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski, pas tragjedisë në Koçan, ka marrë vendim për shkarkime në pozitat e udhëheqësve në MPB, Koçani dhe Shtip. Nga detyra është shkarkuar shefi i sektorit për punë të brendshme në Shtip, zëvendësës shefi i SPB Shtip, shefi i njësisë së policisë në Shtip, shefi i njësisë për polici kriminalistike në Shtip, shefi i njësisë për punë të brendshme në Koçan, komandanti i stacionit policor me jurisdiksion të përgjithshëm në Koçan, shefi i zyrës së jashtme për çështje kriminalistike në Koçan. Ndërkohë, nga Prokuroria Themelore Publike njoftojnë se 5 personat e dyshuar për zjarrin në diskotekën Puls në Koçan janë transferuar në burgun e Shutkës, pasi gjykata ka caktuar masën e paraburgimit prej 48 orësh. Mes të arrestuarve është pronari i lokalit edhe organizatori i ngjarjes, si dhe 3 persona të tjerë të lidhur me ngjarjen tragjike. Autoritetet gjyqësore konfirmuan se hetimi fillestar sugjeron disa parregullsi në operacionet e klubit, duke përfshirë mungesën e masave të duhura të sigurisë. Gjyqtari i procedurës paraprake caktoi paraburgim afashshkurtër prej 48 orësh për ish-ministrin e ekonomisë Kreshnik Bekteshi, ish-drejtorin e inspektoratit shtetëror të tregut Goran Trajkovski dhe 12 persona të tjerë të dyshuar për zjarrin në diskotekën Puls në Koçan. Prokuroria njoftoi se në ditët në vijim do të vijojnë seanca shtesë, pas së cilës do të vendosë për rrjedhjen e mëtejshme të procedurës. Prokuroria njofton se në afërsi të diskotekës në Koçan, ku natën e së shtunës dhe të dielës ka shpërthyer zjarri, në të cilën mbetën të vdekur 59 persona dhe mbi 150 të lënduar, ka pas një depozit karburantesh. Gjatë hetimeve është konstatuar se në afërsi të objektit ndodhej një depozit karburantesh. Të gjitha rrethanat e tjera janë duke u hetuar, informoi Prokuroria Publike. Numri i personave të hospitalizuar nga zjarri në Koçan kalon mbi 160-170, përfshirë edhe ato që janë mjekuar në spitalet private, ndërsa gjysma e tyre janë dërguar jashtë vendit për kurim. Mjekët specialist nga Çekia dhe Izraeli kanë arritur, ndërsa sot pritet të arrijnë edhe ato nga Britania. Numri personave të hospitalizuar nga zjarri në Koçan kalon mbi 160 deri 170, përfshirë dhe ato që janë mjekuar në spitalet private. Jashtë vendit deri tani janë dërguar 70 pacient për trajtim. Kështu bëri me dje drejtori i Fondit Shëndetësor Sasho Klekovski. Ai pashtu njoftoi se disa pacient do të dërgohen edhe në Itali, Holand dhe Belgjik, ndërsa në ndërkohë, siç theksoi ai, mjek nga Çekia dhe Izraeli, kurse sot do të vinë edhe nga Britania, do t'ju ndihmojnë mjekëve vendas për përgatitjen e fazës së rehabilitimit të lënduarve. Mediave u tha se nuk do të jepen detaje për pacientët. Mediat të mos presin të dhënat të pacientëve, sepse ato nuk do të publikohen, sepse janë të dhëna personale. Do ju lutesha mediave që të mos presin një gjë të tillë, sepse ndoshta ka pritshmëri të këtilla, secili pacient në çfarë gjendje është. Edhe spitalet e huaja insistojnë që komunikimi të bëhet vetëm përmes Ministrisë së Shëndetësisë.
Ndërkaq drejtori i spitalit të shtatorit Sinisha Stojanovski tregoi për gjendjen e pacientëve të shtruar në këtë spital dhe lëndimet që ata kanë. Od koji što 13 Lëndimet e pacientëve që janë tek ne janë me djegje edhe atë djegje të shkallës së dytë dhe të disa të shkallës së tretë, varësisht asaj se ku kanë qenë të ekspozuar gjatë zjarrit. Më së shumti në kokë dhe duar sepse supozoj se kulmi ka qenë i pari që është djegur dhe kanë tentuar të mbrohen me duar. Pjesa e dytë e lëndimeve që e bën serioze pasqyrën klinike janë thithja e tymit, pjesa e tretë kanë lëndime traumatike dhe fraktura. Gjendja e pacientëve shtoi ai është stabile, por për shkak se bëhet fjalë për lëndime specifike, gjendja e këtyre pacientëve ndryshon nga qasti në qast, që nga fillimi ai tha se ky spital ka mjekuar 32 pacient, prej të cilëve 13 tashmë janë dërguar jashtë vendit. Gjendja të lënduarve nga zjarri në diskotekën Puls në Koçan është relativisht stabile, ka njoftuar sot zëvendës ministri i Shëndetësisë Jovica Andovski. Ai tha se gjithsej 76 pacientë janë dërguar për trajtim jashtë vendit. Zëvendës ministri i Shëndetësisë Jovica Andovski ka njoftuar se gjendja e të lënduarve nga zjarri në diskotekën Pulse në Koçan është relativisht stabile, por se nuk mund të dihet se si do të jetë situata në të ardhmen. Ai tha se gjithsej 89 pacient janë duke u trajtuar në vend. Në kirurgjin plastike aktualisht janë 17 pacient, në toksikologji 13, në kirurgji torakale 4, në traumatologji 2, në kirurgjin pediatrike 4, në Karel 14, në spitalin e qytetit 12, në spitalin të shtatorit 18, në Shtyp 3 dhe në pulmologji 2, ose gjithsej 89 pacient janë duke u trajtuar në vend. Drejtori i klinikës së toksikologjisë Andon Qibishiev tha se në klinikën e toksikologjisë fillimisht janë pranuar 18 pacient dhe se për shkak të përkeqësimit 4 janë transferuar në klinikën e anesteziologjisë dhe reanimacionit, ndërsa 3 prej tyre do të transportohen jashtë vendit. Nga 13 që kanë mbetur në toksikologji, 4 janë në gjendje jo stabile. Nuk jemi të kënaqur, sepse përveç djegjeve të rrugëve të sipërme respiratore, kemi të bëjmë edhe me helmimin akut të rëndë me gazra të dëmshëm, sidomos me monoksid karboni. Presim që të ketë komplikime në ditët në vijim, por të gjithë jemi të lëvizshëm. Ekipet e klinikës janë përforcuar dhe mendoj se gjithçka do të jetë mirë. Drejtori i kirurgjisë digestive Ognen Kostovski tha se për momentin nuk do të ketë dalje të pacientëve dhe se edhe ata me lëndime të lehta janë ndaluar për vëzhgim, sepse edhe pas 72 orësh komplikimet ishin të mundshme. Zëvendës ministri i Shëndetësisë Andonovski tha se gjithsej 76 pacient janë dërguar për trajtim jashtë vendit dhe se të fundit janë transferuar mbrëm në Kroaci, Sloveni dhe Vjen nga 2 pacient dhe 3 pacient në Athinë. Ai theksoi se janë planifikuar më shumë transferime jashtë vendit si në Poloni, Suedi, Holand, Itali, Kroaci, Norvegji dhe Sloveni. Ai gjithashtu njoftoi se nga 6 pacientët e dërguar në Ankara, 5 prej të cilëve fillimisht ishin intubuar. Gjendja e tyre shëndetësore tani është përmirësuar. Presidenti i Bullgarisë, Rumen Radev, tha se Bullgaria është e gatshme që të pranojë edhe pacientë të tjerë nga Maqedonia e Veriut. Avioni transportues ushtarak Spartan dhe ekipet mjekësore janë në gatishmëri, ka thënë ai. Presidenti i Bullgarisë Rumen Radev, duke shprehur ngushëllime për të afërmit e viktimave në Koçan, është nënshuar në librin e ngushëllimeve në ambasadën e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Radev për televizionin bulgar Bëganjes ka thënë se Bullgaria mund të pranojë më shumë pacientë nëse Shkupi ka nevojë për ndihmë mjekësore. Bullgaria është e gatshme dhe do të vazhdojë të ndihmojë për çfarëdo që të jetë e nevojshme. Momentalisht presim që pala maqedonas se të vendos nëse ka nevojë për pranimin e 10 të lënduarve të tjerë të tragjedisë. Avioni transportues ushtarak Spartan dhe ekipet mjekësore janë në gatishmëri, andaj do të ofrojmë ndihmë. Kjo tragjedi tregon se njerëzit në 2 anët e kufirit mund edhe duhet të mbështeten tek njëri tjetri, por jo vetëm në ditë si kjo e sotmja, por për hir të së ardhmës son të përbashkët evropiane, tha presidenti bulgar. Aktualisht në spitalet bullgare ndodhen të shtruar 14 persona të lënduar, të cilët janë transportuar me avion transportues ushtarak Spartan dhe autoambulanca të mjekësisë emergjente të Sofjes. Ndryshe, sot në Bullgari është ditë e zi e kombëtare në kujtim të vdekurve nga zjarri në diskotekën
diskotekën Puls në Koçan, ku 59 persona humbën jetën dhe mbi 155 u lënduan. Ndërkohë, kryeministri Serbisë Aleksandar Vučić shfrytëzoi pacientët e lënduar nga RMV që po kurohen në Serbi për të bërë PR. Drejtori Spitalit 8 shtatori Sinisha Stojanovski tha se djegja është plagë e hapur dhe steriliteti në këtë rast duhet të jetë maksimal. Ndërsa kryeministri Kristian Mickoski tha se ai nuk hyn me kamera tek të sëmurët. Fotografia e pacientit është shtruar në spitalin e Beogradit, rreth së cilit krahas presidentit serb Aleksandar Vučić shiheshin edhe dhjetra persona të tjerë përfaqësues të mediave, shkaktoi shumë reagime në opinion. Këtë fotografi e kishte postuar Vučić, pasi pacient të vendit tonë u dërguan për mjekim të mëtejshëm në Serbi. Por në vizitat e pacientëve të këtill, kur protokollet duhet të jenë shumë strikte, Vučić shfrytëzoi rastin për të bërë PR për veten e tij, duke pasur parasysh edhe faktin se në çfarë situate të trazuar gjendet Serbia këto kohë për shkak të protestave masive kundër pushtetit. Se sa të rrepta duhet të jenë protokollet e pacientëve që kanë pësuar djegje nga zjarri në Koçan, e thotë edhe drejtori i spitalit 8 shtatori Sinisha Stojanovski. Sakam najprvo kako Unë do të përmbahesha nga komentimi institucioneve të tjera. Këtu, siç mund të shihni, protokolli të respekton rreptësisht dhe kujdesemi maksimalisht në sterilitetin sepse djegja është plagë e hapur dhe patjetër duhet të kujdesemi që të mos vi deri tek infeksionet potenciale në plagën e pacientit. Edhe vizitat e kryeministrit Kristian Mickoski te personat e lënduar në zjarrin në Koçan në spitalet e vendit tonë nuk kanë qenë të pakta këto 2 ditë, por ai thotë se ka respektuar të gjitha protokollet. I včeraj i deneska, ja se nikada ne... Edhe dje edhe sot kam vizituar pacient, edhe sot edhe dje jam kujdesur për protokollet e cilat më janë kërkuar nga doktorët. Nuk do të shihni fytyrë dhe nuk do të dëgjoni emër të ndonjë pacienti që unë e kam vizituar. Po, ka edhe të tillë që hyn me kamera dhe të ngjashme. Unë as nuk hy me kamerë dhe as nuk e kam ndërmend të bëj PR për kësaj gjëje. Megjithatë, në disa fotografi të postuara nga vetë Mickoski shihet se gjatë një vizite tek pacientët ditën e djeshme, ai dhe ministri Arben Taravari kanë pasur vetëm maskë të vendosur në fytyrë. Në Shkup ka nisur aplikimi për shkollën rinore ballkanike, një projekt që synon të trajnojë dhe të vedisojë të rinjët të talentuar për të kontribuar në zhvillimin intelektual dhe shpirtëror. Projekti realizohet nga Presidenca e Diasporës Turke dhe komuniteteve mike të Republikës së Turqisë në bashkëpunim me shoqatën kulturore Vizioni Em e shoqata rajonale. Shoqata kulturore Vizioni Em organizon shkollën rinore ballkanike. Ky është një projekt që synon të trajnojë dhe të vetëdijsojë të rinj të talentuar për të kontribuar në zhvillimin intelektual dhe shpirtëror, që këto aftësi në të ardhmen t'ju shërbejnë në orientimet e tyre profesionale, si dhe në karrierën e punës së tyre. Projekti realizohet nga Presidenca e Diasporës Turke dhe komuniteteve mike të Republikës së Turqisë në bashkëpunim me shoqata rajonale. Gjithashtu në projektin Shkolla Rinore Ballkanike bashkëorganizator është edhe shoqata kulturore Vizioni Em, e cila për këtë vit do të zbatoj projektin me emrin Antidhuna, ku përgjatë disa muajve do të organizohen ligjërata, seanca debative, seminare, punëtori, tribuna dhe kampanja ndërgjegjësuese. Të drejtë aplikimi kanë kandidat të moshës nga 16 deri 25 vjeç, nga të gjitha qytetet e Maqedonisë së Veriut. Projekti fillon më 12 prill. Mos e humb këtë mundësi unike për të mësuar, debatuar dhe zhvilluar veten. Është thirrja që ju bëhet të rinjëve. Ministri i Mbrojtjes të Shqipërisë, Piro Vengu, ai Kroacisë Ivan Anushi dhe homologu i Kosovës Ejup Maqedonci kanë nënshkruar sot në Tiranë një marrëveshje tripalësh e ushtarake që synon të forcojë aftësinë mbrojtëse të 3 vendeve, të rrisë bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes dhe të përmirësojë ndërveprimin ushtarak përmes edukimit, trajnimeve dhe stërvitjeve të përbashkëta. Ministri i Mbrojtjes së Kosovës Maqedonci tha gjatë konferencës për shtyp se kjo marrëveshje është finalizimi i përpjekjes të një vjeçare që çoi në prodhimin e një deklarate tripaleshe që hap rrugën bashkëpunimit mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë.
Ai theksoi se ky dokument hap rrugën edhe për bashkëpunime të ndryshme në fusha të ndryshme për të përballur me kërcënimet moderne siç janë ato hibride. Synimi i këtij bashkëpunimi nuk është një kërcënim ndaj askujt, por është një mesazh për të gjithë ata që kërcënojnë sigurinë, paqen dhe stabilitetin në Ballkanin Perëndimor mes vendeve tona që ndajnë vlera, interesa të përbashkëta. Ne jemi bashkuar për të përballur me çdo kërcënim dhe rrezik që synon destabilizimin e rajonit, ka thënë ministri. Sulmet ajrore izraelite në Gaza vranë të paktën 404 njerëz, teksa me kalimin e orëve bilanci viktimave është rënduar. Izraeli shkeli marrëveshje në arpushimit dhe bombardoi Gazën për 5 orë rresht. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres bëri thirrje për respektimin e arpushimit. Të paktën 404 persona kanë humbur jetën dhe 562 të tjerë janë plagosur në sulmet që Izraeli nisi në rripën e Gazës mëngjesin e sotëm duke shkelur arpushimin. Në një deklaratë me shkrim nga Ministria e Shëndetësisë në Gaza, thotë se numri i personave që humbën jetën në sulmet dhe masakrat e kryera nga ushtria izraelite në rripën e Gazës u rrit në 404. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres bëri thirrje që të respektohet arpushimi në rripën e Gazës pas sulmeve të fundit të kryera nga Izraeli. Në një deklaratë me shkrim nga zëvendësi zëdhënësi i OKB-s Ferhan Haq u theksua se Guterres është i tronditur nga vrasja e kaq shumë civileve palestinese në sulmet ajrore izraelite në Gaza. Po ashtu, ka reaguar edhe Ministria Turke e Punëve të Jashtme. Në deklaratë thuhet se masakri izraelite e qindra palestinesëve në sulmet në Gaza mëngjesin e sotëm tregon se qeveria e kryeministit të Izraelit Benjamin Netanyahu ka hyrë në një fazë të re në politikën gjenocidale. Izraeli sfidon njerëzimin duke shkelur ligjin ndërkombëtar dhe vlerat universale në mënyrën më të rëndë, në një periudhë kur kërkimi për paqe dhe stabilitetin në nivel global po intensifikohet. Ky qëndrim agresiv i shfaqur nga qeveria izraelite kërcënon të armën e përbashkët të rajonit, thuhet në deklaratë. Edhe Ministria e Jashtme e Egjiptit dënon sulmet e vdekjepruese ajrore të Izraelit të gjatë natës në rripën e Gazës, duke quajtur atë një shkelje flagrante të arpushimit që hyri në fuqi më 19 janar. Sulmet përbëjnë një përshkallëzim të rrezikshëm që kërcënon të sjellë pasoja të rënda për stabilitetin e rajonit, thotë në deklaratën e Egjiptit, i cili ndërmjetësoi arpushimin e Gazës së bashku me Katarin dhe Shtetet e Bashkuara. Pas arpushimit që u arrit më 19 janar, ushtria izraelite nisi sërish sulme të ashpra në rripën e Gazës mëngjesin e sotëm. Thuhet se ushtria izraelite ka bombarduar intensivisht rripën e Gazës, përfshi tendet e palestinesëve të zhvendosur, shkollat ku ata janë strehuar dhe shtëpitë e civilëve. Në një deklaratë nga zyra e kryeministit të Izraelit thuhet se sulmet janë nisur me urdhër të kryeministit Benjamin Netanyahu dhe ministrit të mbrojtjes Yisrael Katz. Kjo ishte e gjitha që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Faleminderit për momentin, bashkë miru pafshi.